Ne ju e dini prej 5 vjetësh funksionon rrjeti I miqve dhe dashamirësve të teatrit dhe lajmërimet në këtë rrjet I bëjmë. Më kanë thirrur një natë, më kanë thënë vajtëm disa kohë pa bërë, vajtëm ndonjë vit në fakt pa bërë aktivitete, sepse aktivitetet të tjera ne kemi bërë gati 3-4 aktivitete të tilla në vit. Ju mbase ju kujtohet Mbrëmja Polake apo Civi e jetës, apo Midis e dritrojt, apo për Kadaren, poezinë amerikane, poezinë greke, dhe të gjitha këto aktivitete mendoj se I japin një frym tjetër teatrit. Aq më tepër që bën pjesë publikun, bën pjesë qytetarin tënd dhe të cilët e presin me një gëzim të jashtëzakonshëm. Sot për shembull, pavarësisht se ka patur një aktivitet tjetër dhe një shumë spektator të mit personalisht nuk kanë ardhur, po kishin ardhur fytyra të reja. Dhe unë jam vërtet shumë I lumtur kur shikoj ata që ndoshta s'kan ardhur kurrë në teatr.